Nga sa ti unë, nga sa jam informuar, ky propozim nuk na është bërë ne për herë të parë. Është bërë vendet tjera, që nuk e kanë pranuar. Propozimin pra që ai kampi, sepse ç'a ndodhi, ata ishin në kampin në Irak, dhe në kohën kur ishte Saddam Husseini në pushtet, ata ishin, duke qenë aleat, ishin aleat me Saddam Husseini, në farë mënyre, sepse ishin kundër regjimit iranian. Në momentin kur shkoi SBA-ja, që u pushtua, që u transformua dhe pushteti në Irak, aty erdhen shiitët në pushtet, nësë shumëti. Dhe shiitë në pushtet që ishin edhe më aleat me Iranin. Atere këta unë ndjenë të rrezikuar. Kjo është historia. Dhe duke qenë se këta ishin të rrezikuar dhe duheshin hequr, ishte një organizatë që ishin më herët që ishte shpallëtoriste nga SBA-ja, por pastaj u kërkua, me qenë se Amerikanët kishin një përgjegjësi për atë vend, kërkuan që t'i transferojnë. I mori Berisha, mori një pjesë me sa mori, një 300 mori, nuk e di sa mori Berisha. Mori Berisha. Por, mendimi im është që ndoshta duhet të ishin shpërndar në me përgjithësi, me shtete më të fuqishme, me shtete më edhe që më të konsoliduar në siguri, për të më të mëdhej që ndoshta dhe më largu, nuk e di, me kritere që ndërsa u gjetë Shqipëria, si që gjetë për armët kimike, në këto rast, si gjendet për Afganët, i gatshëm me i herë, edhe ky beri në matë gjithë atje, me pa përgjegjshmëri, se në fund fare, edhe të prishësh marrëdhënie të raportit me një shtet, të si kanë prisht atë tjere, pëse si kanë heqë ambasadat, Irani i ka ambasadat, shko në Europë, gjithande i ka. Pse duhet jemi ne që heqim ambasadat, aq më tepër duhet qenë një vend musliman. Gjithmonë duke e patur parasysh që është një regjim autoritar, pa dyshim, autokratik, apo diktatorial që e quajnë, po ashtu janë edhe shumë vende tjera me të cilët kemi raporte, apo jo? Në këtë aspekt mendoj që nuk ishte pse të bëj kjo zgjedhje. Është shtuar një rrezik, është që vjen në një moment caktuar. Plus që edhe në pikpamje të seriozitetit të shtetit, unë si qytetar, kam problemin, pse duhet jemi kaq vasal, pse të jemi kaq pa, unë, se ai na identifikojmë gjithë me të, pse më duhet jemi kaq vasal ne? Pse më? Duhet kemi dhe unë dignitet kudo ku shkoj, them, mos tallen me mua, kupton ti? Edhe kjo është e rëndësishme. Për gjithë, për atë që, se këte i flasim shumë ne për mburje kombëtare, fitoj skuadra futbollit andaj këtej, apo jo, atyre bëhemi sigur o sa mirë me qenë shqiptar. Po edhe kjo, është o sa keq me qenë shqiptar i bie kësaj, kuptoni që kur bëhesh vasal kështu. E kuptoj. Mirë. Unë besoj që se e peti, se më falë, të them edhe tjetër, më falë. Se e kam dhe me atë intervistën e këti, e pe si tha intervistën e kujt? Aty pra me këtë francezën, i tha jo, Italin tha, Italin tha, s'ka rëndësi janë të majtë, janë të djathë, janë lartë, janë poshtë, po deshin italianët, ne e bëjmë, tha. E kuptoti? Po falë për shprejën, do më thënë, se po më përdojnë fjallë. Se po duhen ata, ne ja heqim breket. Ka po kampin e refugjatëve për atje? Edhe kur bëri atë kampin. Po pse kjo? Pse nuk pas kemi ne një aq dignitet, qa është kjo dashuri ka që madhe? Sigurisht kemi njerëz italianë dhe unë mund të isha i pari që të thoje se kam edhe një gotë gjysë italiane. Pashtë, kjo nuk është, kjo është servilizm, kjo nuk është, kjo të bënd të mos jesh shtet me dignitet. Dhe unë si qytetar nuk e dua këtë. Unë dua shtet dhe politikanë që të përfaqësojnë me dignitet. Edhe kjo është problem. Po, për ta përfunduar zotin Naçi? Unë besoj që qytetar iranian kanë në Shqipëri, kanë në Francë, kanë në Angli, kanë në Spanjë, ka dhe në Amerikë. Që i përkrajnë. Ndoshta ne kemi më të grumbulluar, të meku, më të organizuar. Çfarë ka fituar dhe çfarë ka humbur Shqipëria nga gjitha kjo? E thash pak më parë, që në vitet 90 ne thoshim se jemi as lindje as perëndim, nuk kemi me asnjë. Dhe ishim njerëzit më të gëzuar që u bëm antar të NATO-s, që edhe marrim meritat që u bëm antar të NATO-s, sigurisht ne jemi vend i vogël dhe kemi nevojë për një organizatë siç është NATO, për t'u rreshtuar. Kemi qenë me traktatin e Varshavës, dolim në 68 dhe themi që arritje për ne, ikëm nga lindja në perëndim,
Dhe sot thash kemi disa drejta dhe detyrime që marrim dhe japim. Një Do të marrim dhe riskun, marrim dhe riskun në këtë drejtim. Shiko, nuk mund ta relativizojmë. Marrim dhe riskun në këtë drejtim. Opozita iraniane ka qenë në Francë për 30 vjetësh. U ka patur rast, kam qenë ministri i drejtësisë ku një nga lideret e opozitës iraniane për 30 vjetësh dënuar me vdekje në Iran. E ka policia shqiptare dhe si ministri i drejtësisë duhet vendosja nëse duhet të ekstradohesh apo jo. Dhe unë me ndërgjegje nuk e kam lejuar ekstradimin. Nuk e keni lejuar. Absolutisht. S'kam lejuar aty, s'kam lejuar në Egjipt, që janë kapur këtu, për shkak të zbatimit të ligjit, po dhe të ndërgjegjes time që këta njerëz, nëse do veten në Egjipt, do veten në Iran, do t'i ekzekutonin ditën tjetër. Kemi një vend që kemi hequr dënimin dhe kaq mbaron. Prej 30 vjetësh bën opozitë në Francë. Ditën që erdhi në Shqipëri, policia shqiptare për një dekorat e kapi dhe nuk i dinte pasojat. Aulon, çfarë nuk duhet relativizuar? Nuk duhet të relativizojmë këtë që tha zoti Naço, që shtetas që mbështesin opozitën e Iranit ka kudo. Jo, edhe herë. Këtu në Shqipëri kemi trup politike. Këto janë opozita në eksil e Iranit, siç është në Francë ajo zonja, lideri e opozitës, në dy momente janë, në Francë dhe në Shqipëri. Një sekond. Pra, ju mendoni që nuk ka rrezik që opozita, që Shtetet Bashkuara të Amerikës e përdor si presion ndaj Iranit, se i thot ju kërcënoj kur bini nga pushteti, këta do vinë në pushtet, ne i kemi në Shqipëri. Pra, nuk është çështje kaq e thjeshtë, është çështje shumë delikate kjo. Sepse fillimisht organizata Mujahedinëve u shpall si organizatë terroriste nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pastaj ndryshoi politika sipas interesave të tyre. Pra, këtë trup un kam pas rastin me taku disa nga krerët e këtyre, domethënë kanë ftuar dhe zyrtarisht atje, kam qenë Manës dhe i kam takuar sepse u keq interpretuar në një moment një deklaratë ime televizive, e kishin marrë këta të regjimit iranian, kishte marrë një 860.000 shikime, domethënë. 860.000 shikime, është shumë interesante, më kontaktojnë këta. Dhe me rrudha ajo më pas. Po, më thrasin edhe fakti është që këtu në Shqipëri ke gazetarë që paguhen nga Irani. Në Shqipëri. Po. Dhe nga shteti. Po, nga regjimi. Nga regjimi iranian. Pra, jo, sepse mos mendova se... Po, nga regjimi iranian, Ayatollah, domethënë. Jo nga Mujahedinat. Dhe jo nga Mujahedinat. Jo, edhe nga Mujahedinat është histori tjetër pastaj, se kanë mbështetje ata. Po kanë mbështetje të medias në Shqipëri, se janë bërë emisione këtu, janë sponsorizuar emisione të fuqishme për kampin etj dhe domethënë pse? Është vërtet. Jo. Unë ta thash në mënyrë parimore, ti po e thua me konkret. Disinformimi, nxjerrja e shumë të dezinformim ka këtu tani. Jo, disinformimi që i ka rënë në qafa Ulonit. Ky është disinformimi. Unë e zoti Beci nuk kemi gazetar, kështu që nuk ata që janë gazetar mbas duhet reagojnë. Unë e zoti Beci nuk. Po sa të tillë janë Ulon? Ka disa gazetarë që paguhen nga Irani edhe domethënë japin informacion. Besoj se i keni parë edhe në studio i pjesë tyre që thonë që Irani do fitojë luftën akredituar. Kështu është. Kjo është situata. Mirë, përpara se të shkojmë publicitet, një pyetje për gjuhën virale, zoti Beqi, sepse të gjithve ju ka ndodhur të lakohet dhe të dëgjohet, po sikur të na ndodh diçka. Tani me kaq shumë parandalime, kaq shumë rastet që përmendet. Jemi në atë kufirin që mund të na ndodh diçka? Sepse më pas çfarë thuhet, ishte paralajmëruar nëse apo nuk ishte marrë seriozisht. Shiko, duke ju referuar të gjitha atyre çka u tha në studio. Po ju flas me gjuhën virale tani, është ajo që na futet dhunshëm gjithmonë. Nuk e bëjmë dot. Po mirë, patjetër, po. Nëse flasim nga 110, sa rrezik ka? As këtë nuk e them dot.